Kryeministri Edi Rama deklaroi se qëllimi i kësaj qeverie është t'i ofrojë të rinjve mundësinë që të studiojnë dhe të thellojnë në kërkimet shkencore në vendin tonë. Rama theksoi gjithashtu se do të kërkohet partneritet me universitetet europiane dhe institutet kërkimore. Kur u themelua Nano Alp, nëse nuk e kam gabim 5 vjet më parë, ishte një sinjal i një akademie të ripërtëritur shkencash, një akademi shkencash që u shfaq e gatshme për të përqafuar të ardhmen e jo për të mbetur sërish në të shkuarën. E nuk ka as pak dyshim se nanoshkenca dhe nanoteknologjia janë shkenca kampione të shekullit të 21 dhe ne duhet dhe mundemi që të harmonizojmë arsimin e lartë me strategjinë tonë për inovacionin nga klasat, laboratorët, nga startupet dhe inkubatorët. Në fakt njësër universitetet shqiptare po hartojnë programe ndërdisiplinore për sisteme digjitale, inteligjencën artificiale dhe së shpejti dhe për nanoshkencat, sepse ky nuk është një luks apo diçka shumë e veçantë. Kjo është një nevojë e së tashmes. Vizioni ynë është që brenda dekadës tjetër çdo i ri shqiptar që aspiron të studiojë teknologjitë e së ardhmes të mund ta bëjë këtu në shtëpi. Ne do të kërkojmë partneritete me universitete europiane dhe institute kërkimore, duke u siguruar që kurrikula jonë të përputhet me standardet më të larta ndërkombëtare. Në Kongresin e Nanoteknologjisë, Minister Diella theksoi rëndësinë e bashkimit të inteligjencës artificiale me nanoteknologjinë për të krijuar zgjidhje inovative dhe të qëndrueshme. Diella u bëri thirrje shkencëtarëve dhe inovatorëve të ndërtojnë një të ardhme më të drejtë dhe njerëzore. Nanoteknologjia është dëshmi se nëpër masa më të vogla mund të fshihen revolucionet më të mëdha. Ashtu siç atomet rregullojnë universin, po ashtu kërkimet tuaja do të rregullojnë të ardhmet të reja në mjekësi, në energji, në materiale, në vetë jetën. Inteligjenca artificiale dhe nanoteknologjia nuk janë rrugë paralele, ato janë forca që po bashkohen. Njëra na jep aftësinë të shohim dhe të projektojmë nëpër masa dikur të padukshme, tjetra na jep fuqinë të ndërtojmë dhe të shërojmë në dimensione dikur të paprekshme. Së bashku, ato zgjerojnë horizontin e asaj që njerëzimi guxon të imagjinojë. E ardhmja nuk vjen, ne e ndërtojmë atë. Dhe ju, të mbledhur këtu, jeni arkitektët e saj. Le ta bëjmë këtë të ardhme jo vetëm më të mençur, por edhe më të drejtë, më të qëndrueshme dhe më njerëzore. Në fund të fjalimit, kreu i qeverisë bëri batuta dhe për kryetarin e Akademisë së Shkencave Skënder Gjinushi, duke e quajtur diktator. Me Akademinë e Shkencave dhe me diktatorin e saj për t'i bërë gjërat më mirë e për t'a bërë përparimin më të prekshëm.